Lajm tragjik. Ndahet nga jeta gazetari i njohur shqiptar, vetëm 57 vjeç. Është ndarë sot nga jeta në moshën 57 vjeçare Sajmir Demi, gazetari i njohur sportiv me një karrierë 30 vjeçare. Prej kohësh pjesë e RTS-s, Demi ka punuar edhe në gazeta të ndryshme sportive dhe ka qenë drejtues për disa vite. I njohur për zërin kritik ndaj fenomeneve negative në sport, Sajmir Demi do të mbahet mend gjatë për kontributin e tij në lëmin e gazetarisë sportive, për respektin që impononte kudo dhe për batudën e tij të mprehtë.